Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim është një proces që po aplikohet gjithnjë më tepër nga qytetarët. Këtë shërbim në qarkun Korç e ofrojnë 3 ndërmjetësues. Përmes një lidhje Skype, kryetaria e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit, Drita Avdyli, thotë se çështjet për të cilat ju drejtohen janë nga më të ndryshmet. Nga to 21% janë çështje pronash. Është një zgjidhje shumë e shpejtë, është shumë ekonomike, është një zgjidhje ligjore, jashtëgjyqësore dhe palët vendosin vetë për hallin e tyre. Zgjidhja është në dorën e palëve, jo në dorën e gjyqtarit siç ndodh me proceset gjyqësore dhe marrëveshja që lidhin palët nëpërmjet një ndërmjetësi të licencuar nga Ministria e Drejtësisë përbën titull ekzekutiv. Më të shpeshta tani janë divorcet që po ndodhin pasi nëpërmjet ndërmjetësimit nuk është nevoja që palët të shkojnë në gjykat, zgjidhjet e pronave. Jo vetëm kaq, ke marrëdhëniet e punës, ke çështje tregtare, pra biznesi shqiptari që don jo vetëm konfidencialitet, po do dhe zgjidhje të shpejtë. Një qasje e re gjatë ndryshimeve ligjore që kemi bërë ke ligji i ndërmjetësimit është se zgjidhja e konflikteve që kemi me institucionet publike. Avdyli bën me dije se janë disa kategori qytetarësh që këtë shërbim e përfitojnë falas. Për personat, për studentët, për pensionistët dhe për personat që janë në nevojë, ne jemi falas. Gjatë vitit që lan pas, kanë qenë 2114 raste të zgjidhura nëpërmjet ndërmjetësimit në të gjithë Shqipërinë, nga të cilat 17 raste në Korç.